paga janë gjendje shumë të rëndë dhe i bëjmë thirrje prej këtu Qeverisë Republikës së Kosovës, se mundet me gjetë një zgjidhje ligjore. Ka mundësi. Ta gjeni zgjidhje ligjore dhe pastaj let provojnë të krijojnë komisione, trupat kuvendit, sepse situata është emergjente, nuk pret. Një falenderim shumë të madh për mediat, për kryetarin e BSPK-s, për Zbashkun, për zonin Kusari, për gjithë kolegë, për gjitha mediat, që po e përkrahni dhe po solidarizoni me televizionin publik. Edhe njëherë, ne ju bëjmë thirrje, mos na bëni pjesë të qerimit hesapeve të partive politike. Zgjedhni ato me zveti. Televizioni publik, punëtorët e televizionit publik e bojnë punën e tyre profesionale të pavarur. Edhe një paralajmërim, ne do të presim deri të hënën. Nga e hëna, do të fillon greva me masa dhe më të rënda. Dhe nuk do të zgjedhim ndoshta edhe mjete, sepse jemi në një situatë shumë të rëndë. Janë 700 familje pa paga. Paramendoni, në këto kohë kur gjithçka është shtrejtuar dhe ka fluturuar në qiell, ne nuk i kemi as pagat për të cilat na dhe punojmë dhe kemi kontratë. Vend si dalim si sindikat, të kërkojmë rritje që po ndodhen për krejt shtetin, ne dalim me kërku pagën e cila na takon me ligj. I bëjmë thirrje edhe një herë gjitha aktorëve. Ndërmerrni masa edhe mos e lejoni bllokimin e televizionit publik. Ne ju kemi shkruar letër të gjitha institucioneve në Bashkimin Evropian. E kemi njoftuar për situatën, edhe do të njoftojmë secilin. Andaj, mos e lejoni situatën me dal jashtë kontrollit. Edhe nisan, televizionin publik do ta mbrojmë me çdo çmim. Nuk ka çmim që mundet më na ndal nga kjo kauzë. E vetme, ligjore dhe e drejtë me kontratë. Kjo është kërkesa ime edhe sindikatës edhe gjithë kolegëve që janë sot këtu. Mos na sillni në situatat e padëshirume. Asnjë skenar, përveç se ai funksionimit, edhe i transmetimit, edhe i financimit pavarur, edhe i ligjit të ri, nuk do të mund dhe s'ka me ndodhë këtu. Tash ja kisha kalu fjalën kryetarit të BSPK-s, zotit Adhe Jukulli. Faleminderit. Edhe njëherë BSPK-ja ka ardhur në mbështetje të plotë, domethënë për punëtorët e radio-televizionit të Kosovës. Është e papranueshme që domethënë gati të përfundoj edhe muaj edhe këta të punësuar mos t'i kenë pagat. Edhe unë po ju bëj thirrje shqipfolësve në kuvend, qeveri, kudo që janë, që të ulen bashkë edhe të zgjedhin këto probleme, sepse siç e tha dhe kryetari, po ne duhet të kërkojmë drejtat më elementare, jo më të flasim për pagat. Andaj edhe një herë po ju them se kjo është e papranueshme, jo vetëm për BSPK-n, po për gjithë punësuarit në Kosovë, ku domethënë ata nuk mund me gëzu të drejtën më elementare, pagën e cilën domethënë e garantohet edhe me ligj. Kështu që na jemi në mbështetje të plotë sindikatës edhe zotit Gzim Bimbashi. Faleminderit. Faleminderit kryetar. Për një fjalë ftoj zonin Kusari. Përshëndetje, faleminderit që keni ardhur sot. Sot është pika më e ulët që ndonjëherë kemi pa transmetuesin publik, për shkak se 700 punëtorë, rrjedhimisht dhe familjet e tyre, janë detyruar me dalë edhe me kërkuar që ju takon me ligj pagën. Ky është rezultat i presionit politik që vije drejt për së drejti nga kryeministri Kurti, lëvizja vetëvendosje. Presion ky i filluar para gati gjysmë dekade, fillimisht me politizimin e bordit të RTK-s, ku me sukses shumica antarëve janë politizuar dhe rrjedhimisht vendimet i kanë marrë të politizuara, pastaj me kapjen e menaxhmentit të RTK-s, dhe tani duke e përdorur edhe presionin financiar, ashtu që ata redaktor, gazetar, punëtor të RTK-s, të cilët nuk kanë pranuar përkundër presionit të jashtëzakonshëm që t'i nënshtrohen presionit politik, jo duke e përdorur këtë formë, pra presionin financiar që t'i gjunjëzojnë edhe ata. Unë shpresoj që na nuk kemi me pa atë që ka ndodhur në Greqi,
ku transmetuesi publik është mbyllur për muaj të tërë, si rezultat i presionit politik, mirë po me atë që po shoh, kam frikë që një gjë e tillë do të ndodhë, pra që do të kollapsoj RTK-ja për shkak se nuk është e mundur që punëtorët me dalë dhe me punu pa paga dhe nuk është e mundur teknikisht me u kry shërbimet që duhet të kryhen. Kryeministri Kurti është duke e përdorur radio televizionin e Kosovës për shantazh politik në mënyrë që të arrijë qëllimet e tija politike dhe e lut kryeministrin Kurti lëvizjen vetvendosje që lojën politike ta bëj jashtë oborrit të RTK-s, jashtë transmetuesit publik e jo të përdor edhe kët për presion politik. Faleminderit. Përshëndetje për gjithë, edhe Zbashku solidarizohet me punëtorët e RTK-s. Kërkesa e punëtorëve të RTK-s është një kërkesë legjitime dhe shumë e arsyeshme, çka pagat janë të garantuara edhe me ligjet e Kosovës. Andaj në një shtet demokratik dhe funksional nuk do të ishte dashur të vijë deri në këtë gjendje, po urojmë sa më përpara të zgjidhet. Edhe në protestën e fundit të mbajtur, Zbashku lajmëroj se nëse nuk zgjidhet kërkesa e punëtorëve të arsimit, kërkesa e punëtorëve të RTK-s, andaj ne do t'i ftojmë të gjithë punëtorët e arsimit që nga qerdhe deri në universitet që t'i bashkohen punëtorëve të RTK-s për një protest e urojmë që mos të vijë deri te një greve përgjithshme. Faleminderit shumë. Ne do të qëndrojmë këtu tash një orë ashtu siç kemi paralajmëruar. Për masat e tjera do t'jeni të njoftuar me kohë. Nga e hëna pritet greva tjetër dhe detajet gjatë kësaj jave do t'i bëj të dituna në konsultim me kryesin, sindikatën edhe në konsultim me gjithë kolegët e televizionit publik. Edhe njerë ju falenderoj shumë për pjesëmarrje, për mbështetje, për çdo gjë. Na do të qëndrojmë këtu edhe një orë, kjo është vetëm paralajmërim i greves së ardhshme, e cila nuk e di se sa do të zgjat, edhe nuk muj me dhon shumë detaje tash, pa marrë miratim dhe konsultim profesional e ligjor për hapat ardhshëm. Faleminderit shumë.